nga vllai i madh. Dil. Tu nuk mund vish dot. Dil, shkova pyeta dhe më tha po. Unë du me zgjat cil vizitë Leut. Dil. Jo, nuk e të drejtë. Unë kam të drejtën time për të ardhur. Ti shkove, ne nuk të erdha fare këtu. Si? Si këtë rrotu Ti nuk jemi këpritur. Vllai Malta që do hap kush do hapësirën. mas gongut s'ka. Ideja është që je këtu për të reflektuar dhe po bën gabime dhe më të rënda akoma. Po bën veprime dhe më të rënda nga çka bën nga java e dytë, nga java e parë, edhe në vazhdim tash pasi reflektimi. Po bën të njëjtën gjë. Po bën të njëjtën gjë tani. I bie që nuk e reflektuar. Nuk e reflektuar. Nuk e reflektuar. Atëherë këtu vërteton që ti nuk je i Zoti të rrish përballë armikut. Andaj nga viti nga më the në fillim për ndasin mua krahinore dhe kur i vinë armiku në shtëpi dhe madje hasni i hape dera dhe jepet dora. Tashi dil atje, qëndrosi burrat atje, më jep dhe dorën kur të dim atje dhe më unë në gjuhë dhe më kërko falje për të që bën. Urdhër Juela dhe Tani. Dil atje. Ata nuk janë askush për të përcaktuar urdhrat tu. Ti ke ardhur këtu për drejtën e Big Brotherit dhe duhet të mbrosh të drejtën e Big Brotherit siç ke thënë. Me këtë veprim që po bën, ti jo që po e mbron të drejtën e Big Brotherit, por po e kundërshton atë dhe po kundërshton një të drejtë tjetër time.